Në emisionin përputhen jemi mësuar që konkurrentët brenda një edicioni të ndërrohen shumë herë. Edhe kësaj radhe është një vajzë e cila ka ardhur e ri që në javën e kaluar, por që ka arritur menjëherë të sigurojë një takim. Për të qenë në hap me Showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Është vajza biondine e cila quhet Miki dhe ka zgjedhur Gjonin për takimin e saj të parë në përputhen. Takimi ishte mjaft romantik, por edhe me disa situata dhe rrëfime mjaft emocionuese që Miki ka bërë. Në takimin që u bë jashtë studios ishte Miki e cila i tha Gjonit: "Kam ardhur në përputhen edhe pse kam një frikë nga mashkujt." Ishte Gjoni i cili e pyeti se pse frikohet nga mashkujt. Ajo bëri një rrëfim mjaft interesant dhe emocionues, duke i treguar Gjonit që në fëmijërinë e hershme ishte dhënuar nga një kushëri, gjë e cila kishte ndodhur në moshën e saj 9 vjeçare, ndërsa më vonë më pas në moshën 13 vjeçare është dhunuar edhe nga një tjetër kushëri. Kjo ka bërë që ajo të marrë një frikë dhe një dron nga mashkujt.